Problemi i strehimit në Greqi përkeqësohet ndjeshëm, njoftoi Banka Kombëtare në raportin e saj të fundit për stabilitetin financiar, duke theksuar se kostot e strehimit si përqindje të ardhurave të disponueshme arritën në 35.5% në vitin 2024. Kjo situatë vjen si rezultati i rritjes së çmimeve të banesave dhe qerave, së bashku me ngarkesën e lartë fiskale, mbi pasuritë e paluajtshme dhe kostot e rritura të mirëmbajtjes. Banka Qendrore e Greqisë paralajmëron për fillimin e një grumbullimi të rreziqeve sistemike ciklike për ekonominë, megjithëse pa shqetësime serioze për stabilitetin financiar. Sipas të dhënave, euhat hipotekore arritën në 819 milionë euro në 6 mujorin e parë të këtij viti, duke shënuar një zgjerim prej 38% krahasuar me një vit më parë, kur shifra përkatëse ishte 593 milionë euro. Një pjesë e madhe e kërkesës në tregun vendas lidhet me blerje që bëhen pa ndërmjetësimin e bankave, pra pa financim bankar. Megjithatë, edhe me këtë rritje, kreditë reja për banesat, duke përfshirë programin Shtëpia ime 2, mbeten shumë më të ulta krahasuar me periudhën para krizës financiare. Kjo ndodh pavarësisht faktit që nga 1 janar 2025 kriteret e kreditimit janë lehtësuar, duke lejuar kredi deri në 90% të vlerës së pronës kur bëhet fjalë për banesë të parë dhe deri në 80% kur nuk është e tillë. Sipas Bankës Kombëtare të Greqisë, tendencat e çmimeve në tregun e banesave nuk tregojnë shenja ngadalësimi dhe pritet të vijojnë rritjen edhe në të ardhmen. Kjo do të ndodhë për sa kohë që kërkesa nga tregu vendas dhe huaj të mbetet e fortë, ndërsa oferta banesave në dispozicion vijon të jetë kufizuar. Banka Qendrore thotë se oferta e ulët e banesave në raport me kërkesën vjen sepse shumë prona përdoren për investime. Disa janë tërhequr nga tregu për shkak të kredive me probleme dhe pritet të shiten në ankant. Gjithashtu, gjatë viteve 2010-2020 janë ndërtuar pak banesa të reja, duke penguar rritjen e stokut të ndërtesave.